Partia Demokratike po vijon çdo ditë më shumë të humbas emra nga radhët e saj, pasi njerëzve të partisë po ofrohen poste drejtuese nga rilindja. Rasti më i fundit është ish-deputetja Zheni Gjergji, e cila ka pranuar ofertën e qeverisë për t'u emëruar drejtoreshe Spitalit Rajonal të Elbasanit, duke u konfirmuar kështu largimin nga Partia Demokratike. Ajo ka sqaruar se ky vendim është krejtësisht profesional, duke theksuar se tashmë nuk është pjesë e angazhimit politik të Partisë Demokratike. Gjergji shton se emërimi nuk ka qenë një zgjedhje politike, por një hap në shërbim të qytetarëve të Elbasanit dhe shëndetësisë së tyre. Zheni Gjergji u zgjodh deputete e PD në Elbasan në vitin 2021 dhe gjatë viteve ka qenë edhe kryetare e Komisionit të Shëndetësisë në Kuvend. Tani, ish-deputetja ka gjetur vendin e saj në drejtimin e Spitalit Rajonal, duke u larguar zyrtarisht nga PD dhe duke nisur një etapë të re në karrierën e saj profesionale dhe publike.